Aq sa ishte më nuk është. Madje në këmbë vazhdojnë të jenë veç edhe pak lisa gjelbrues në këtë park të Gjilanit. Shumica nga to tashmë janë larguar për t'ja liruar vendin ndërtimit të bulevardit. Qysh në fillim të punimeve u ngritën akuza nga opozita, thanë se ka mungesë të lejes së ndërtimit. Nuk vanoje, komunarët nxorrën publikisht një dokument, por të cilin thanë se është miratim i këtij projekti. Në fakt, në të flitej veç për ndërtimin e objektit të administratës që tashmë është në proces. Kjo nga partitë e tjera u cilësua mashtrim. Kur qytetarët kërkojnë lejen për bulevardin, drejtori publikon lejen për objektin e komunës. Kjo nuk është përgjigje, kjo është shmangje nga pyetja kryesore. Pse po vazhdojnë punimet pa vërtetim ligjor, drejtori i urbanizmit nuk i ktheu përgjigje televizionit, veçse pak detaje i ofroi ai i inspeksionit. Kreu i kësaj drejtorie, Isa Agushi, ka një arsye tem. Ka qenë përgatitje e terrenit, kurse ndërtimi aty s'ka pas. Derisa të rregullohet leja, nuk fillojnë punimet. Fillimisht Agushi e ftoi klanin në zyrë për bisedë, por kur ora e caktuar u afrua, ai i ra pishman. E me këto punë të komunës nuk janë të kënaqur hiç as pensionistët që thonë se tashmë s'kan vend ku të qëndrojnë. Nuk është edhe mirë se na mësu në këto në pensionistat s'kemi ku me nejt, që kemi pas vendin, e kanë shkretu, po më si spyt kërkosh, se konsulto poplin kërkosh, s'kemi që ka bojnë. Të kjo ka një dhajnë që dhe ka pas parkin e mirë, e të peprishnë të ka kërgja. Ky projekt pritet të kushtoj gati 20 milion euro.